Mirëmëngjes nderuar shikues, ky është edicioni i lajmeve në News 24. Ish deputeti demokrat Ervin Saliani nga Kuksi ka sfiduar liderin e Partisë Demokratike Sali Berisha duke i kërkuar të dalë në zgjedhje dhe të përballet në garë me demokratët. Saliani i kërkoi Berishës t'u jap mundësinë demokratëve të shprehen e të votojnë. Shqiptarët kanë kuptuar një gjë, që të mundet autoritarizmi i qeverisë, duhet të mundet autokratët e opozitës, nuk mund ta lënë që Partia Demokratike të shkatërrohet, tha Saliani. Këtë shtunë u zhvillua mbledhja e 4 e samitit në mbrojtje të demokracisë në Barcelonë, ku marrin pjesë 3.000 të ftuar, kryetar shtetesh, ish lider dhe rreth 400 kryetar bashkish, sindikatash dhe aktivistësh. Sipas agjencisë Reuters, ky samit i thirrur nga kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez e presidenti i Brazilit Lula da Silva synon të rizgjojë, të majtën dhe mobilizojë atë në veprime të përbashkëta përballë rritjes së të djathtës ekstreme në zgjedhjet e Bashkimit Evropian në vitin 2024, i quajtur mobilizim global progresist. Siç shihet nga pamjet, kryeministri Rama ka takuar nga afër djalin e finantropit George Soros, Alex Soros, ku kanë shkëmbyer dhurata. Në fotot e shpërndara nga Soros, shihet se të dy kanë bërë dhurata njëri tjetrit. Komisionerja Europiane për zgjerimin Martha Kos hodhi poshtë modelin e propozuar nga Rama dhe Vučić për një antarësim të lehtësuar në Bashkimin Evropian pa të drejtë vetoje. Nuk ka antarësim të lehtë, ose i antar dhe atëherë i merr të gjitha të drejtat, ose nuk i antar dhe nuk i merr të drejtat, theksoi Kos. Ajo nënvizoi se Mali i Zi mund të jetë vendi i radhës që i bashkohet Bashkimit Evropian. Inspektori i lartë i drejtësisë zhvilloi një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara ku u takua me drejtues të Departamentit të Drejtësisë. Artur Metani theksoi se funksionimi i një sistemi gjyqësor të pavarur, të paanshëm, por të përgjegjshëm përbën një element kyç në garantimin e shtetit të së drejtës dhe forcimin e demokracisë në Shqipëri. Kanë dalë pamjet e momenteve të para ku ka marrë flak pallati pranë farmacisë 10 në Tiranë disa ditë më parë. Aty vjet re se një grumbull kartonash po digjej pranë fasadës së katit të parë afër një supermarketi. Djegja e pallatit zgjati më shumë se 6 orë në një përballje mes flakëve dhe zjarfikësve, por fatmirësisht nuk pati asnjë viktimë, ndërsa 11 persona u lënduan. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se të gjithë banorët e pallatit të prekur nga zjarri pak ditëve më parë në Tiranë do të përfitojnë bonus qiraje nga Bashkia e Tiranës. Në shënimet e javës, kreu i qeverisë ju referua edhe vizitave në Rom e Barcelonë, ku tha se tashmë Shqipëria është vend i besuar dhe i respektuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj qëndrimit të kryeministrit Rama për pallatin e djegur në Tiranë pak ditë më parë. Për Berishën, kreu i qeverisë bëri avokatin e ndërtuesit të pallatit, ndërkohë tha se Rama kudo shkon mban me vete damkën e kryeministrit të korruptuar. Partia e Rumen Radev, Bullgaria Progresive, duket se do të fitojë zgjedhjet parlamentare bullgare të së dielës, zgjedhjet e teta të përgjithshme në 5 vjet. Me më shumë se 60% të votave të numëruara, Bullgaria Progresive e tij kryesoi me 45% të votave, sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, një shumicë absolute prej të paktën 132 vendesh në parlamentin me 240 vende. Zgjedhjet u shpallën pasi qeveria e mëparshme u përpoq të miratonte një buxhet të diskutueshëm në dhjetor, duke shkaktuar protesta masive, të cilat Radev si president i mbështeti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se kjo është mundësia e fundit për Iranin që të pranojë një marrëveshje paqe. Duke folur për Fox News, Trump tha se nuk do të bëjë të njëjtin gabim si ish presidenti Barack Obama, administrata e të cilit nënshkroi një marrëveshje gjithëpërfshirëse bërthamore me Iranin në vitin 2015. Nëse Irani nuk e nënshkruan këtë marrëveshje, i gjithë vendi do të shkatërrohet, paralajmëroi Trump. Ndërkohë, një delegacion i lartë nga Shtetet e Bashkuara ka mbërritur në Islamabad për të rinisur negociatat me Iranin. Delegacioni udhëhiqet nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance dhe përfshin gjithashtu
Jared Kushner, dhëndrin e presidentit Donald Trump, si edhe negociatorin special Steve Witkoff. Ishte edicioni parë informativ në News 24, për më gjurë juftën klikoni në balkanue.com për lajmin më të fundit, mund të në ndishtë një gjithashtu edhe për mes live streamit, si në kanalin tonë zyrtar në YouTube, News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.